ka ditë vitit që nuk do gatuajmë ne. Moj dreqka! Dot nga skema e kuzhinës tonë, çfarë do bëjmë ne pa gatimet? Sepse gatimet e sotme janë ato që mbledhin tryezën, që na kujtojnë që jemi bashkë. Është një ndër rastet e ralla që më shpërqendron, ndër rastet e ralla që më shpërqendron. E shoh se ke haruar dhe syze mbi tavolinë. Por tani këto gatimet e sotme sigurisht janë më të thjeshta sepse janë munduar që po. edhe ditët më parë dhe javët e mëparshme t'ju kemi plotësuar puzzle-in tuaj të tryezës, duke sjellë gatime të larmishme, por edhe sot, edhe për t'ju përshëndetur dhe për t'ju dhuruar shumë dashuri nga kjo kuzhinë ku kemi gatuar, kemi qeshur, kemi qarë, kemi ndarë së bashku çdo gjë, menduam që edhe ditën e sotme të sillim diçka të vogël apo jo. Patjetër. Dhe më pas do t'ja lëm miqve atyre që do të trokasin dhe do tregojnë vitin e tyre. Për ty si ka qenë 2025-a? Me gjithë ulëngritjet e të gjithëve. Në përgjithësi ka qenë një vit i mbar, një vit shumë i mbar. I mbar, kaq. I mbar. 26-ta do jetë akoma dhe më i mbar. Mjafton ta manifestojmë. Po, patjetër që po. Ne këtu jemi një familje madhe, kështu që me të gjithë kolegët tanë kemi kaluar momente të bukura, sfiduese, ndaj për të gjithë kolegët e mi, ju uroj një vit të bukur, me shëndet, me mbarësi dhe me shumë suksese. Të gjithë kolegëve të Report Televizion. A e di si mi e bërë sot, do ta kthej komplimentin. Më është bërë tamam si ajo çokolata e shkrirë. Ngrohtë. Faleminderit. Mos je nga fiset azteke. Duhen në Si çokolata, patjetër ka prejardhjen nga fiset azteke. Atëherë. Sa larg më çove moj, tash më afrosh më shumë. Çfarë ke menduar për sot? Me i mbyllim komplimentet. Janë qoka këto, do ma bëj qokën, nëse s'ka ku t'skoj. Ti e di që unë kompleksohem nga komplimentet. Ashtu është përqendrove. Atëherë kam një byrek në formë rrethi. Kurore Stefan. Që më duhet peta e gatshme, më duhet një qep që unë e kam shtuar dhe direkt kërpudha që kam kaluar në blender. Kërpudhat. Pra, si më tha Albano, po kam një dy receta pa mbaruar, kështu t'i gatuajmë për 31 dhjetorin. Dhe ja ku erdhën. Dhe i kam lënë kollaj, sepse gjatë gjithë këtyre kohëve që ne kemi dhënë ide, ju idetet e keni vendosur që në fillim se çfarë do bëni, dhe që unë sot të gatuaja gjëra më të rënda nuk kishte kuptim. Do t'i shtoj pak krip që të ketë dhe kuptim edhe shije, sepse gatimi pa krip nuk ka shije. Normalisht kripa dhe piperi janë dy binjakët më të mirë që i shkojnë dhe i vinë gatimit. Dhe i largoj. Nuk do të përdor gjalp, për të vetëm arsye, sepse vetë peta sfoliat, dhe pse unë nuk e kam bërë unë, e ka sasinë e në përbrejnë e vetë ka sasi gjalpit të shumët. Do të thoni ju, sepse i kam lexuar komente dhe më vjen shumë mirë, për baklavat, sepse baklavat kanë qenë bomb, tritol, por më tritol ka qenë baklavaja me qumë shpanda. Patjetër, qumëshin e kondensuar ju mund ta holloni edhe me qumësh të zakonshëm, patjetër. Dikush më thot me diabet, dikush këto janë festa, dhe festa di duan tritol këto gjëra. Ajo me shërbet çfarë? Po, por je diabetik? S'kemi më tutje kaq të rënda, Shiko, t'japim dhe ndonjë këshill me qëse kemi marrë nga ekspertët tanë, shumë kur konsumojmë fruta, shumë edhe për diabetikët, apo edhe personat të tjerë që kanë luhatje të sheqerit, konsumoni arra. Konsumoni më shumë arra gjatë kohës që jeni duke konsumuar ëmbëlsirën tuaj të preferuar, që edhe ju të mos privoheni. Për shumë, dëgjoj, keni thyer arra, aj shumë, gatime me arra kanë qenë muaj vjetor është muaj arrave. I largoj të dyja tani, sepse i tërgova pucët. Një byrek me 5 sfoliat, ecën dot, me 5 sfoliat, me qep dhe me kërpudha. Kjo është receta e parë. Tani do ta ndërtojmë, montojmë atë, sepse përgatitëm mbushin edhe pak djath që e bën atë edhe masën e djathit më të këndshme në shije. Dhe e largoj që peta mos të ndikoj, nuk kam për më me sobë, no? Ska. Ka që kemi shumë të thjeshta, të thjeshta, të lehta, mos si lodhim zonja tona sot, sepse
do t'i lëm për të kërcyer më pas, krijuar atë atmosferën festive në familjet tona. Pra, kjo është mbushja me djathin që shkrin, sepse e lidh edhe më mirë përbërjen. Atëherë, e largoj këtej bimët aromatike se ja ka marrë frymën gjatë gjithë vitit. I përdorur mjaftueshëm. Atëherë një gjem. Qa do të bësh tani me... Sepse do t'a kaloj letrën? Brap, shpak letrën. Dale. Dihet që peta sfoliat lëshohet gjatë kohës që qëndron në temperaturën e dhomës. Duhem mbështjellim dhe... Dale, ja, këtu, tani këtu, edhe këtë tjetrën. Dhe i kam në rend të duhur. Vëm pak dylbit. Se pak të... Kjo mund t'jetë një plot, mund të ndahet, ndoshta mund të thjesht mbushet. Parë për këtë gjë. Atëherë këtu, fillojmë edhe. Duke ditur që peta sfoliat... Nuk shquem për vizat të drejta, ju kam thënë që në vizatim teknik, aty ku e merja të paktën 6-7 që e merja me forcat e mia, presori më vuri një dysh edhe, s'kishte burë nënë se ma kishte bërë babaj i ndjerë vizatimin. Nuk dukesh dhe aq keq, shumë mirë i ke. Dhe dysh ka marrë, patjetër që po. Ja. Tani këto recetat festive të shpëtuan apo do të marri malli t'i gatuash gjithë vitet e tjera të vitit? Unë thash që 2026-ën unë e manifestoj vetëm për të mirë. Patjetër që kam 2 surpriza në 2026-ën. I them që tani, kaq. Sepse mua do na surprizosh? Patjetër. Patjetër që po. Atëherë, marr një lugë. Të presim na lë këtu me kureshtje. Është djathi që... Djathi që shkrin dhe që i ngjit përbërësit aty. Do të largoj masën e ujit. Mund të ashtoja djathin sipër, por besomëni që ka shije në momentin që është bashk me mbushja. E përhapim paksa, që të jetë në të gjithë nivelin e petës sfoliat. Fura e para ngrohur. Dhe ja super, ti tregojmë dhe pak produktet, çfarë përmban, mjafton të keni një petë sfoliat dhe kjo mbushja që do ta mbështjelli tani Albana me letrën e pjekjes që mbështjell letrën sfoliat, duke e niveluar mirë, e mbështjell mirë që mbushja të jetë prezente në të gjithë gjatësinë e petës. Shumë pak deri këtu. Dashka dhe pak, patjetër që dashka dhe pak. Prirja që u bë në sekond, shiritat u bë për këtë arsye, për t'i dhënë pak dekor. E tufa zerdeli. E bërë si një piano fillimisht. E tufa zerdeli. Kam gjithë ditën që kënë këtë kongë sot. Deri në darkë do kesh kam repertor shumë të gjatë. Në ndodhë që kënga që dëgjojmë të fundit para se të hyjmë në transmetim, ajo të mbetet në mendje. Ose kënga e parë që dëgjojnë gjatë ditës për këdo. Shumica janë në punë sot, kush edhe në shtëpi. E pres festën më pas për të. Se do ndryshoj repertorin. Që të na bashkohen miq që do në tregojnë vitin e tyre dhe secili ka jetuar në mënyrën e vet, secili ndryshe 2025-ën. Ja, shko. Hop, këtu me pak durim. Dhe ja, tek përfundoj. Edhe dredha. Dredha, kaçurela, sërisht kështu. Ja, përfytyrojeni pak, por ju e shihni në një restorant, realizimin apo montimin e një recete të tillë. Një petë sfoliat, pa kërpudha, një qep, krip piper të zi, një vezë për ta lyer dhe për të marrë ngjyrën e kuqërem të bukur të ardhur në furrë në pjekje. Shif direkt këto i kaloj të tilla. Ja.
Jo, s'ka. Ashtu me letër do ta vendosësh? Me letër. Op. Edhe këtë këtu. Ja, u realizua. Super. Po patjetër më që realizua, sepse të marrë një ta lyem më të madhe të lutem. Të verdhën e vezës dhe pastaj siç është me letrën e palosur dhe dekoruar, ta vendosim në furrë në një temperaturë 220-200 gradë. Pas ke marrë edhe gjëra të reja, ha? E tham këtë që viti ri vjen me gjëra të reja, me nguzhine të tjera. Është mirë që çdo fund viti t'i fusim shtëpis diçka të re. Po. E nguzhine, objekte aksesore me radhë me radhë. E marr. Të ndihmoj nga ana tjetër. Direkt. Bukurim dhe hapi i fundit. Sa lyhet pjesa e sipërme me të verdhën e vezës, së bashku i tregojmë recetën e shkruar siç e kemi traditë dhe zakon për t'ja u treguar me imtësi. Për këdo që dëshiron ta gatuaj vetëm sot, por edhe në ditët e tjera, një recetë të shpejtë. Edhe shumë dekorative. Edhe sot keni kohë sepse kemi thjeshtuar komplet edhe pjesën e mbushjes, pa me kërpudhë, qep, erza. Përse është kërpudha? Sepse është fat. Dhe ky byrek në formën e kurorës bëhet me kërpudhë. Në çiftet që duan, që janë pak më të rinj dhe e kuptoj, vendosin edhe soja. Unë e solla në mënyrën që gjitha visat ta kenë shijen si në traditë. Direkt e marr e vendos në furrë me shumë dashuri. I mbashtu edhe me pamjen e byrekut. Opa. I mbështjell me një të verdhë veze, lyer për të marrë këtë shkëlqimin, brenda edhe ka dhe këtë shkëlqimin e bukur. Brenda ka kërpudha, qep, erza, dhe sigurisht që nuk do ta lëm pa e dekoruar dhe pa i dhënë ato imazhin edhe atmosferën. Më merrti një dy pomodori te frigoriferi. Pra, detajet të vogla që bëjnë diferencën. Erdha, mund t'i vendosësh në mes, mund t'i vendosësh si të duash. Gjithsesi edhe ne kemi folur edhe në vitet e tjera, në sezonet e tjera, për simbolikën që ka çdo produkt faktikisht. Jo më kot e përdorim në gatimet tona. Ato kanë dhe një kuptim, një legjend që flet dhe na tregon dhe na jep mesazhe. Sigurisht që nuk e kisha për lakrorin, po flas për shembull për pomodorinin, për thjerrzat, për arrat, për shegën, edhe shumë dekore të tjera, festive të shijshme dhe që, siç tham, na përmbushin në mesazhin që mesazhin e heshtur që vetë ne njerëzit i kemi krijuar. Thjesht, bukur, pa asnjë lloj impenjimi të madh, në kaq pak minuta mund të gatuhet dhe mund të sillen receta të thjeshta, festive, të shijshme që të kënaqin syrin. Tani, kalojmë tek top fat. Ta kemi bërë bonbon, kemi bërë çokolladat. Çokolani bukur, shife pak, shife Urora festive. Thjesht, unë dua ta mbyll edhe vitin. Më i miri krejtëve, ai që bën këtë plan, dhe më të mirët e krejtëve jemi. Thuaj edhe njerëz se ishim te më i miri krejtëve, ai që drejtoi, dhe më të mirët e krejtëve jeni. Kaq.